إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahun Azza wa Jall e lavdërojmë, atë e falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje te Allahu Azza wa Jall nga të këqijat e shpirteve dhe veprave tona. Atë të cilën e udhëzon Allahu me mirësinë dhe urësinë e tij nuk ka kush që humb. Ndërsa atë të cilën e lën në humbje me drejtsinë e tij nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok. Dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jall qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim se fjala më e drejtë dhe më e vërtetë është fjala e Allahut Azza wa Jall, dërsa udhëzimi më i mirë dhe më i plotë është udhëzimi i pejgamberit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dërsa vepra më e keqe dhe më e shëmtuar është ajo shpikura në fe. Nga se çdo shpikje në fe është bidat risi, e çdo risi që në humbje, çdo humbje që në zjarr të xhenemit. Allahu na mbrojt neve dhe juve prej tij. Vëllezër të nderuar, e këshilloj veten dhe juve që t'ja kem frikën e Allahut Azza wa Jall me një frikë sinqert. Edhe mos vdesim ndryshe vetëm se duke qenë musliman. T'ja kem frikën e Allahut Azza wa Jall kudo që t'jemi, edhe të pasojmë të keqen me të mirë, se mira e shtyjmë të keqen, mirë po edhe të sillemi me njerëz me një edukat dhe moral të lartë. Qofse pyetet çdo besimtar që beson në Allahun dhe në ditën e gjykimit, se cila është dëshira më e madhe e jotja, besoj, edhe ashtu duhet me qenë që dëshira më e madhe e çdo besimtarit është që Zoti më na mundëson me hyjë në xhenet. Nga se malli i Zotit është i shtrejt, e malli i Zotit është xheneti. Mirë po, në këtë jetë, në këtë botë, herë bojmë punë të mira, herë të liga, të këqija, herë kem vullnet me ecë drejt, e ndonjëherë marrëm thu, e kështu të vazhdojmë të jetojmë derisa të na vjen exheli, të na vjen vdekja, e nuk e dija po mendojmë ndonjëherë kur të na vjen kjo vdekje, që to punë që i kem bë, edhe që e pe i bojmë, a janë që ato punë që na shtinë në xhenet, a janë që ato punë që na largojnë pe xhenemit, apo runë në Zot në shgërnjejnë në ditë kur kemë mas nevoje për ndihmën dhe me kon sebeb dhe më thonë suksesit. Qofse i kthehemi fesë Kur'anit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e shohim se edhe Kur'ani dhe suneti e kanë lidhë shpëtimin me punu. Se pa punë, pa vepra të mira nuk ka shpëtim. Ka ardhur një njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ka pasur Bashir bin Khasasiyye. A thot shkova te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ja dhëm besën se po bëhna musliman. Më tha, apo ma jep besën me dëshmu se nuk meriton të adhurohet askush tjetër përveç Allahut, dhe se unë jam rob dhe i dërguar i tij, që të falsh namazin, të japësh zakatin, të agjërosh Ramazanin, të bësh haxhin dhe të luftosh kur ka nevojë me luftue.
edhe unala dhe për i thëmë, ja Rasulullah, krejt për i pranoj, veç që jam me luftu, me ba gjihad, edhe me dhonë pare, me dhonë sadaka, që to pak kam rezerva. Se shpesh i shohim me njerëz që janë musliman, e kanë shumë shpirtin e amel, edhe shumë e dojnë paren, këtë mundesh edhe me shpon namaz, edhe se ne si te prekshim pare, ose me thonë edhe duhet ka herë edhe me sakrifikue, atë me herë dhe ma thonë në rezervuat. E thot, kështë shoki pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, edhe ma morë dorën pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem dhe ma shkuni. E më tha, as gjihad, as luft, as sadak, e me qka po dënë me hi në gjenet, pra? Qëpëse s'po dënë me punu, s'po dënë me sakrifiku, me qka po me ndën ti që mund është me e fitu gjenetin? A i thash, ja Rasulullah, unë e të epi besën për këtë këto që kam kërkove, se dhe të pranoj dhe të mundohna me i zbatue. Pra kjo vëllezër të ndëruar ka qenë qasja pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem se si ka edukuar shokët e vetë. Kjo është edhe qasja e Kuranit, tilkum mul gjennetu urithumuha bima kuntum ta'melun. Këto janë ato xhenete që ju është dhënë për shkak se keni vepruar. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Shpërblim për atë që kanë vepruar. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Hynë në xhenet për atë që keni vepruar. Pra thjesht, nëse dojna me hynë në xhenet, njeriu duhet me punu, duhet me sakrifiku. Nuk mjafton vetëm fjala, nuk mjafton veç pretendimi, mirë po ajo që pretendon se ki zemër duhet me vërtetua dhe me punë. Mirë po, dhe njëherë është një pyetje dhe është një hadith e pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem që ta shkon edhe zemrën, ta bën që me ndru qasjen se nuk është në ahiret puna se këtë dynja. Nuk është çdo sen në kompenzim. E punën, dhe më thonë një punë edhe në fund ditës apo fund mujtë e merë pagën. Kështu të Zoti nuk ka. Mos mendon kërkosh edhe në qoftë se është i udhëzuar. Edhe në qoftë se punën, se ka hak nesër të Zoti edhe me thonë duhet me Zoti më mshti mu në xhenet. Këse pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem e ka thonë një hadith, tha shumë trisht, kur ka thonë, seddidu, wa qaribu, wa abshiru, më doni mja qilu punëve të mira, mos mu ishit mja qilu, afranjave të punëve të mira dhe përgëzahoni. Mirë po le të dinë se cilë për jush se as të njonin nuk me shti në xhenet punë e ti. Ka thonë, ja Rasulullah, as tyja, thët as unë, qoftë se sëmë ka planë mëshira dhe mirësia Allahu azza wa jall. Pra thjesht, duhet me punu, se pa punë nuk ka shpëtim. Mirë po dhe mos na shkon mendja neve që jem të udhëzuar dhe që po falem dhe po vim në xhami, se ne meritojmë me punën tonë xhenetet e Allahut azza wa jall. E pse po thush të hoxh? Po them vëllezër të nderuar se qofse tërë jetën ne e adhurojmë Allahun azza wa jall, nuk kemi mundësi me shpagu një begatit kësaj dunjaje. Ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem, që tregon pejgamberi sa nga Xhibrili, se kishte qenë një njeri i cili kishte adhuruar Allahun 500 vite. Edhe thot Xhibrili sa ka lënë në kaj, e panim duke qëndruar vetëm në sejdë. Edhe kur pja merr Allahu shpirtin, po kërkon që mu u gjyku me drejtësi për Allahu azza wa jall. Edhe për i thotë Allahu azza wa jall me laqeve, kërhasënja begatit që i ja kam dhonë, apo vetëm një begatin e syrit, edhe ato 500 vite dhe adhurim, edhe të shohëm se si po i del hesapi. Edhe po i del hesapi se realisht vetëm këtë mirësi, këtë begati që e ka pas këtë dunja, nuk ka mujt me shpagum ato 500 vjetë adhurim, se lema thjesht begatitet ndryshme që i ka pas këtë botë, në më thonë familje, pasuri, autoritet, ndihmë, kështu më radhë, e që realisht nuk i kam betur asgjë për të Allahu azza wa jall dhe i thot me laqeve, atër mërë në zvarë dhe dërgani në xhenem, e masandej kujtohet robet me thonë, o Zot,
më trajto me mëshirën tënde, jo me drejtsinë tënde, se realisht me drejtsinë tonë në Allahut azza xal nuk e meritojmë mas kush më hinë në xhenet. Kjo është e para, vëllezër të nderuar. E dytaja që na do të më na kuptue, na bën me kuptu se realisht ne me punën tonë nuk e meritojmë xhenetin, është se qofse ne e bëjmë një punë të mirë, qofse Zoti jonë në ka zgjedhur sot me ardhmë e falë xhamon dhe gjendëm në xhami, e na ka larguar prej harameve, ai i cili realisht na ka dhënë shëndetin, na ka dhënë këtë kudret, na ka çu këtë mendje të hajrit, këtë udhëzim, është nga Allahu azza wa jall, e që duhet me falendëru. E falenderimi prap duhet falenderim me kështu më radhë, e që realisht nuk ka mundësi njeriu në këtë botë me bëhet mirë udhëzim, vetëm se është prej Allahut udhëzim gaj, e që duhet me falenderue, nga se asgjë nuk është nga ne. As nuk jemi më të mëshirit, as më të diturit, as shumë më radhë, mirë po Allahu azza këtë dashur na ka nderuar, na ka zgjedhur, na ka udhëzuar, e pra duhet me falenderuar, nuk na mbetet edhe me kërkuar diçka më tepër. Çështje tjetër vëllezër të nderuar që na bën me ditë se realisht nuk kemi mundësi me kërkue me punën tona xhenetin, por rahmetin e Allahut azza wa jalla është se në këto punë që i bojmë, edhe qofse janë të mira, gjithë e dim çish i bojmë këto punë të mira. Edhe kur falem e dim çish falem. Jem namaz, e mend tona shkojnë rreth botës. Jem duke agjeruar, e realisht nuk e lajmë për gojimin e kështu më radhë. Shkojmë haxh, e Zoti e din ç'e kena fituar ato pare. Prapë në fen ton gjithmonë jem të urdhëruar edhe qofse bëjmë mirë. Falim namaz, japim selam, me thonë astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. O Allah, kërkoj falje të te se thjesht nuk kam udhëruar ashtu siç e meriton madhëria jote me ta adhuru. Pra thjesht edhe në qoftë se mendojmë që kemë punë të mira, edhe me to e meritojmë shpëtimin e Allahut azza wa jall, ne dim se cilë se çfarë punë të mira kemi. E duke ashtuar dhe të fundit vëllezër të nderuar, se përveç punëve të mira, apo mendoni se ne jemi me laçë dhe s'kem gjunoha? Po alhamdulillah që gjunohat tona nuk kanë erë, se nuk ka shafru kërkush neve dhe as më na përshëndet. Po thjesht të mirat i kem ashtu siç i kem. Të mirat që i kem nuk kem mundësi me shpagu një të mirë kësaj dunjas. Mirë po krahas në të mirave kem edhe mëkate, kem gjunoha, edhe ato faktikisht natë dhe ditë. Pa ndërprej pejri që jena bo me ditë, e kështu është natyrshmëria e njeriu derisa të vdesim, mirë po kërkojmë faljen e Allahut dhe mëshirën e tij dhe mbulesën e tij, që Allahu azza wa jall mos na zbulon. E krejt kjo vëllezër të nderuar, po e them se edhe në qoftë se jemi të udhëzuar, e na ka nderuar Allahu azza wa jall me këto begati, gjithmonë njeriu duhet me kon tokë, edhe mos më rrit mendja dhe me nënçmu të tjerë. Nga se tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për një njeri apo për dy njerëz që kanë qenë në metet e mëhershme, njëri ishte njeri i udhëzuar, bënte vepra të mira, tjetri bënte mëkate. Edhe ishin shok mes vete dhe sare takonte ky udhëzuari atë pa udhëzuarin, e këshillonte dhe i thoshte që ki kujdes, lej këto gjinohe. Edhe thjesht desa një ditë po lodhet, vazhdimisht t'ja përsërit këshillën, lej këto gjinohet, largo pe këto mëkate, aja pret vazhdonte derisa dikur u lodh, edhe i thot vallahi s'kam të fal Zotit ty gjinohet. E tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ringjallën këto dy persona, e thot Allahu azza wa jall, kush e mur autoritetin tim që namin tamin me lbo besë se unë nuk e fali filonin edhe e dënoj filonin. Ju mërë si dëshmitari me laqeve se e këm falat gjunaqarin, e po e dënoj këtë udhëzuarin për shkak mendimallësis, larësis, vetë knatësis që e pat pëse është i udhëzuar, duke menduar se thjesht është një grad, një shkallë më lartë se tjertë, edhe duke i nënçmuar të tjerët. E kjo është ajo që po du me thonë vëllezër të nderuar, se nesër njerëzit kur hinë xhenet, as se njoni s'ku me thonë kum hinë xhenet për shkak të angazhimit dhe punëve të mia, mirë po ku me thonë elhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linehtadiya lawla an hadana Allah.
Elhamdulillah që Zoti na ka udhëzuar në këtë punë, se sikur mos na kishte udhëzuar Zoti këtë dunjë, edhe më na udhëzon nesër në ashtë në xhenet, kërkush nuk kishte me hi në xhenet. Mirë po edhe fundi vëllezër të nderuar, edhe një realitet që mos më keq kuptuar është se mëshira e Allahut Azza wa Jall nuk dohet pa kurfar kritere. Qofse po thojmë se s'kena me hi në xhenet vetëm se me rahmet Zotit, është dhe më thonë që kjo rahmeti i Zotit ku mundoni se pa kritere. E kriteret është inna rahmetallahi qaribun minal muhsinin. Rahmeti i Zotit është afër ndaj atyre që janë bamirës. Rahmeti wasi'at kulla shay, fasaktubuha lil ladhina yattaqun. Rahmeti im ka përfshi çdo gjë, e do ta shkruaj për ata të cilët janë të devotshëm. Pra thjesht rahmeti i Zotit, ajo që na bën me hi në xhenet. Mirë po rahmeti i Zotit i do ata të cilët janë devotshëm, ata të cilët janë njerëz të mirë, e që ne thjesht falemi që të pastrohemi, jo të lëvdohemi. Agjerojmë të pastrohemi, jo të mburremi. E bëjmë vepra të mira që më na çu te dera e xhenetit, që aty më na afro, e kur të na afrojnë aty, rahmeti i Zotit është ai i cili kërkojmë më na afro në xhenet. Elusim Allahun Azza wa Jall që të na bën prej atyre që bëjmë vepra të mira. Veprat e mira nuk na bëjnë që të rritim mendjen dhe të nënçmojmë tjerë. Mirë po lutem Allahun Azza wa Jall që të na i falë gjunaat tona. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه واشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. Lësë të ndëruar për të përmbledhur këtë hutbë të sotit. Ajo që po dojna me thonë është se njeriu në këtë botë duhet me jetu mes frikës edhe shpresës. Mes frikës se kush është prej neve ai i cili është i sigurt që veprat e tij ju kanë pranuar, edhe nëse janë të mira. Kush është prej neve i sigurt se edhe nëse sa djem të udhëzum, kemi përfunduar dhe me dërzu shpirtin me udhëzim, se na po shohim se sa njeri po jeton si musliman e po përfundim të keq, apo sa njeri ka qenë edhe i feve tjera ka përfunduar si musliman. Kush është prej neve, prej atyre që guxojnë me thonë se nëse na i ka dhënë Zoti të mirat, është të na nderu Zoti se ke merituar këto të mira. A ndoshta ndonjëherë njeriu Allahu jam këtë dunjë çështje që realisht përmes tyre e dënon edhe dën me shit duke dënuar në to. Pra thjesht njeriu kur nuk duhet me pas vetë fëlqim, mirë po dhënën tjetër gjithmonë duhet me pas paramendim të mirë ndaj Allahut Azza wa Jall, se rahmeti i Zotit ja ka kaluar hidhrimit të tij, se Allahu Azza wa Jall për pak shpërblen shumë. Rahmeti i Zotit është afër ndaj njerëzve që janë bën mirë dhe të devotshëm. Edhe me përkujtuar të hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atij djalit të ri i cili është në prag të vdekjes, edhe po viziton pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe po i thotë se si po ndjehesh, thotë ja Rasulullah, pja kam frikë gjunaheve të mia edhe shpresoj që Zoti më fal. E thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se zbashkohet kjo ndjenjë të një person në këtë gjendje vetëm se Zoti ka me i dhon siguri për asaj që ka frikë dhe ka më realizu atë që domethënë në shpreson. Edhe për fund vëzër të nderuar, thjesht sot 31 tetori. Është një farë feste që po në proklamohet edhe me ngullë po doan me na imponu diçka që asë është e jonja. I thojnë një farë nate, shtriga, një farë Hallovini, që fatkeqësisht ka filluar mu bë tradit edhe mu festu vjet pas vjeti, thosë është fe e jonja, tradit e jonja, fest e jonja, e që shumica prej atyre që e festojnë as nuk ja din burimin se është fest pagane, as nuk është krishtere. Fest, dhe më thonë e cila ka bestotni dhe besimet kota, të rinjallëve të shpirtave, të këthimit shpirtave, bashkimit me shpirtat këqije, me shejtane kështu më radhë,
fatkeqësisht do të thonë çështje që s'janë fesë tonë, që bin vdesh me fenë tonë, feja jonë ka thonë men tashabbaha biqawmin fahuwa minhum, ai cili i gjason një populli është prej tyre, edhe më keq e vëllezër të nderuar që ndonjëherë shumë na vjen i natë se çaq është e trisht edhe veshën keq, edhe munduan me konë sa më të frikësuar, edhe thjesht kur ti thua për shkak që është mirë me prej kurbanin që me pa edhe familjarët që domethënë ky simbol i fesë tonë, thotë po i trishtoni fëmijët me pa gjak këtu prej kështu më radh, ama trishtimet që ne e bojmë me fe tjera e me festat të feve tjera, kjo nuk është domethënë kur gjë. E prapë ka herë do mund vjen i natë më thonë subhanallahu, mëra jem na musliman, feja jonë po na trishton, e trishtimet e feve tjera po i përqafojmë si me kont mirëqena, besoj që duhet njerëzit mu e disu në familjet e tyre me këshillu, ata që ti dëgjojnë me udhëzu, që me thonë që feja jonë është e pastërt, feja jonë është e drejtë dhe nuk i ka këto gjëra dhe këto nuk janë feve tona, edhe nuk i domethënë perceptojmë dhe akseptojmë edhe nuk i përqafojmë. Lutim Allahun azza wa jall që të na udhëzon neve, të udhëzon familjet tona, të udhëzon rinin tonë, edhe të na bën prej atyre që kuptojmë drejt fen tonë dhe praktikojmë, që ndoshta veprat tona të bëhen sebeb me e merituar mëshirën e Allahut azza wa jall. Lutim Allahun azza wa jall që të na falë gjunat tona, gjunat e prindërve tonë, edhe të falë këtë muslimanët në përgjithësi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha mawlaha. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.